pejgamberi sa hadithin thot, o ju njerëz kërkoni shërimin. Po. Sepse Allah nuk e ka zbrit asnjë smundje që të mos e zbret. Edhe Edhe ilaçin e asaj po. smundje përveç vdekjes. Vdekjes, po. Vdekja është ai kapitulli i fundit me të cilin përfundon jeta Ose edhe pleqëria, në disa versione ka ardhur që është e pleqërisë, po. Subhanallahu, pejgamberi sa kur flet për këto begati, e ka për qëllim që t'i vëdëson njerëzit se nuk ne kur kemi kohë, se ne kam kohë. Kur kemi shëndet, as mundemi me paramendu gjendjen ku na humbet shëndeti. Prandaj është një vëdësim që ka mundësi momenti me ndodhe dhe me ndryshu gjendje. Tashmo edhe mjeku mund me na konfirmu, jetojmë në një kohë ku shton këto vdekjet befas. Do më thonë, pa ndonjë arsye, është djali i ri, apo vajza e re, në moshën në lulën e rinis, edhe ndodh diçka edhe ajo. Literatura amerikane cilëson me akronimin SDS, Sudden Death Syndrome. Do të thonë, edhe sindrom e kanë thënë, sindrom, po. Edhe është shpërnda, po e vërtetë është ajo si fenomen, edhe unë pse punoj në mjekësi emergjente, edhe e has shpesh, do të thonë në të ri, të cilët nuk kanë pasur në smuj, nuk kanë vujtën domethënë prej asnjë lëngate fizike apo psikologjike, edhe gjendet i vdekur në gjumë, domethënë nga ana e familjarëve ose ka qenë duke udhëtuar edhe për menjëherë kollabon, domethënë rrugës si është duke ecë, aty për aty, ose duke i gra makinës, aty për aty, domethënë pa pasur ndonjë sebeb, domethënë për të cilën ne ç'është i qartë për neve, e tash ne si popull në se ta shohim këtë edhe të marrim mësim prej kësaj, ne jemi pak konspirativ në atë që njëherë fillojmë parashtrojmë ato pyetjet. Ne mendojmë se smundjet mas 50, bilem kur jemi vitin 50, 55, kur jemi 55, mas 60, kur jemi 60, mas 65. Çdo revonojmë atë periudhën kur mendojmë se do të shfaqen smundjet. Po realiteti është pleqëria është sinonim me smundje, edhe para njeriu po fillimin e pleqërisë e karakterizon si fillimi i smundjes, po tash edhe po është vënë, ndërsa përgjatë historisë tonë, domethënë pritshmëria mesatare e jetës ka qenë diku 33-35 vjet. Domethënë mesatarisht njerëzit janë pritën me jetu aq. Domethënë duke i marrë parasysh ata që kanë jetu 120 vjet, e ata që kanë jetu 12 ditë, domethënë mesatarisht njeriu ka jetu aq diku parafërsisht. Po. Rall kush ka mbri atë gradën e të bëhet gjyq, mirë po tash elhamdulillah pritshmëria e jetës është goxha e shtyme, edhe kështu që ne pak i kemi leju vetit disa qefe ti bëjmë më herët e ti shtyjmë disa gjëra apo më vonë. Janë disa shkencëtar, thoj, që po na me thonë po na mashtrojnë, thonë se dal nga dal do të zbulojmë sekretin apo fshehtësinë apo ilaçin e përjetësisë. Ajo është në domenin e fantashkencës, edhe është një koncept, domethënë ilaçi i përjetësisë që në parahistori është shfaq, po edhe krejt to ceremoni, domethënë ndërtimi i piramideve ka qenë pikërisht për atë arsye, domethënë i mumifikimit të trupave të faraonave ka qenë për atë, besimi ka qenë se ata janë kryoliza, keni dëgjuar për kryolizë, sigurisht e din. I ngrin, po tash po edhe nuk ka gjasa me bie tuaja, po. Se nëse çdo herë kur ka temperatura të ulta, domethënë ka ngadalësim të madh të metabolizmit edhe shpërbërja jashtëzakonisht shumë ngadalësohet. Domethënë nëse e marrim një trup, domethënë një xhenaze e cila e ka dorëzuar shpirtin, edhe ekspozojmë atë në temperatura të ngrohta, për dallim prej asajna që është në temperatura të ftohta, ato që janë që shembull, domethënë gjen gjatë ekspeditave që ngjitin ato në majet e larta, Everesti, këtë dyshe këto, domethënë në Nepal, në Bangladesh, ato në Himalaje, shohim se trupat e tyre janë të rrujtur, nuk janë të shpërbën. Po, mirë po, nëse ndodh. Po e di, nuk ka shumë, domethënë ai vetëm ai ka vdek, po, ka vdek. Mirë po, këta ja ruajnë besimi materialistik për njeriu është ne jemi vetëm këto kocka dhe mish, edhe asgjë tjetër. Domethënë nuk ekziston shpirt brenda në neve, edhe para ata i thotë, nëse unë e njëjta ka qenë me faraonat, edhe ata mumifikimin e kanë bërë për ta konservuar, për ta prezervuar trupin e faraonit, e njëjta është edhe sot që janë të bëu me këto kriokonservimet, domethënë të trupave të vdekur. Ja run formën e jashtme fizike,
sa më shumë që të mundet, domethënë mos dije procesi i shpërbërjes, edhe pritet që në të ardhmen kur të zbulohet ky ilaçi i cili Ta ristartoj. edhe po, prej momentit ku ka pauzu. Po.